dhe sa e rëndësishëm është për një biznes të ketë një brand personal, një figurë, edhe pastaj një marketing. Shiko, Giulio, kemi problem shumë të madh me kompanitë në Shqipëri. Nuk investojnë te marketingu. Sot nëse ti ke një biznes dhe ti nuk e shfaq çfarë ti ofron, çfarë shërbimi, vjen keq, po ti je afër dështimit. Se ti mund të kesh një produkt shumë të mirë, një shërbim shumë të mirë, por njerëzit sot janë tërditë në telefon. Ti duhet i vesh qytetarëve. Dhe këtu është gabimi që bëjnë shumë kompani. Dakord, unë kam ngritur atë brandin, imazhin tim, pra deri diku më ka ecur, po ka dhe shumë të tjerë që kanë provuar si unë, po kanë dështuar. Dhe nuk do të thotë që ti do t'i bësh edhe marketingun vet. Pra duhet marrësh dikë që merr vesh më shumë se ty azot. Unë kam pas dhe fatin kanë ndihmuar te Saidi vllai, që ta them drejtën. Mos bëj si i zgjuar dhe shkat shumë. Kanë ndihmuar Saidi, po të tjerë që nuk e kanë një vlla si Saidi. Pra duhet merren me profesionist, sepse sot nuk ka investim të gabuar në marketing. Nuk është lek i humbur marketingu. Çdo lek që ti jep sot të kthehet nesër në shitje dhe në më shumë punë. Dhe nëse nuk e kuptojmë këtë, ne jemi shumë mbrapa në biznes. Dhe prandaj unë çdo ditë mundohem edhe me ato videot që bëj, që ti vete qytetarëve pranë